Gjatë muajit tetor të këtij viti në Republikën e Kosovës janë regjistruar gjithsej 1125 ndërmarrje. Nga raporti publikuar nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, është bërë ditur se në tetor 2025, krahasuar me muajin paraprak, ka rritje për 6.7% të ndërmarrjeve të regjistruara, ndërsa krahasuar me muajin e njëjtë të vitit paraprak, pra tetorit të vitit 2024, ka rritje për 0.2% të ndërmarrjeve të regjistruara. Aktivitetet ekonomike më të preferuara gjatë këtij mujori ishin tregtime shumicë dhe pakicë, riparimi mjeteve motorike, motocikletave me 286, 25.4%, ndërtimtari me 133, 11.8%, akomodim dhe aktivitete të shërbimeve me ushqim me 110, 9.8%, aktivitete profesionale, shkencore dhe teknike me 104, 9.2% e tjerë. Në nivel vendi gjatë muajit tetor nga 1125 ndërmarrje të regjistruara në lëminë e bujqësisë, pylltarisë dhe peshkatarisë kanë qenë 28, në xehetari dhe gurthyes 4, në prodhim 99, në furnizim me energji elektrike, gaz, avull dhe ajër të kondicionuar 9, në furnizim me ujë, kanalizim, menaxhim betyrinash 2, në ndërtimtari 133, tregtime shumicë dhe pakicë, riparimi mjeteve motorike, motocikletave 286, transport dhe ruajtje 41, akomodim dhe aktivitete të shërbimeve me ushqim 110, në informacion dhe komunikim 84, aktivitete financiare dhe sigurimit 9, aktivitete të patundëshmërisë 23, aktivitete profesionale, shkencore dhe teknike 104, aktivitete administrative dhe mbështetëse 76, administratë publike dhe mbrojtje 2, arsim 11, shëndetësi njerëzore dhe aktivitete të punës 21, art, zbavitje dhe rekreacion 18 dhe aktivitete të shërbimeve tjera 65. Ndërkaq numri i ndërmarrjeve të shuara sipas regioneve dhe seksioneve të aktiviteteve ekonomike në tetor të vitit 2025 në nivel vendi është 127. Sa i përket komunës së Gjakovës në bazë të ndarjes regionale të bizneseve, Gjakova qëndron në listë me 63 ndërmarrje të regjistruara apo 5.6%. Gjatë këtij muaji në komunën e Gjakovës janë shuar gjithsej 12 ndërmarrje, 1 në lëminë e prodhimit, 2 në ndërtimtari, 5 në tregtime shumicë dhe pakicë, riparim i mjeteve motorike dhe motocikletave, 2 në aktivitete profesionale, shkencore dhe teknike dhe 2 në aktivitete të shërbimeve të tjera.